Përshëndetje shikues të nderuar. Sot do t'ju tregoj një recept. Nuk po them me recept, sigurisht e keni përgatitur edhe ju në shtëpitë juaja, por na zakonisht qoftet ato goglat i bojmë me qërvesh. Receptën më të mirë të cilën e kam hongër ashtu ka qenë në Krushën e Madhe kur u prishin pastërmat. Kurse unë sot do t'ju tregoj një recept se si ta përgatisni qoftet ose goglat me salcë domatesh. Për ato ju nevojitet 750 ml salcë domatesh, 2 kg mish, qep, nive, troshat bukës, kryp, biber, edhe ato tjera që do t'i shihni me radhë. Prandaj e merrni një herë mishin dhe e veni në një enë. Pastaj ja shtoni qepët. Pastaj nive. Dy lugë troshat bukës. Varet sa keni mish, për shembull, nëse keni ma shumë mish, atëherë i shtoni ma shumë ose ma pak, varet. Pastaj i shtoni piper të kuq. Piper të zi, pak piper me fara, bluë. Unë shumë e pëlqej pak me qenë ashtu pikante. Edhe është i shëndetshëm, edhe jep një parshije të veçantë. Po ashtu, krypen e uroni, e cila është jashtëzakonisht e mirë, është e trashë, kryp veti. Mund ta bluni ose mund ta përdorni ashtu trashë si të dëshironi. Për me qenë edhe ma perfekt, atër për jashton edhe pak kryp të malavet të aurës. Thjesht kara gatimi është thjesht është si një farë simfonie të cila përbëhet për një orkestrë shumë të mirë. Unë zakonisht, kur nuk jam pa disponim ose nuk jam mirë, gatuaj shumë. Për arsye se ajo me relakson shumë. Prandaj, shfrytëzoni këto sepse thjesht gatimi të largon për çdo brengë, për çdo mundësie tjetër, sidomos kur doni me kombinu ato gjana, atëherë është thjesht një simfoni e bukur duke gatu. Atëherë po i vaj dorëzat edhe po fillojmë tash të përgatitim. Tash pasi keni hull të gjithë përbërësit këtu, atëherë e merrni dhe e ngjeshni shumë mirë. Thjesht e ngjeshni tamam si me dashme nxonë brumë bukës. Sa ma shumë e ngjeshni, aq ma e mirë dhe ma e shishëm bëhet. Kisha shtu edhe pak vaj ulliri, për arsye se jep një shijet mirë, vetëm pak. Dhe pra filloni të ngjeshni mirë. Dhe tashti, besoj që ky brumë është ngjesh mjaft. Dhe tash, pasi keni ngjesh mirë, kishte qenë mirë me fut në frigorifer, me lënë dikun gjysore apo një orë. Dhe të qëndrojnë kjo. Por, për ta rujtë dhe mos mu shpërndo aroma e mishit dhe erëzave të cilat jojnë aty me marë frigoriferi, atëherë unë ju propozoj ta mbështjellni po ashtu me fino, letrën, apo folin, apo celofani, si të doni, i thuni të finos e cila aq bukur e këputhit dhe aq mirë e palon sa që mund të lene në frigorifer pa kur farë problemi. Dhe këto, e mbuloni kështu mirë, dhe për me qenë brumi maj mirë dhe maj sukseshëm, atër në fut një frigorifer dhe e leni gjysore deri në një orë, varen sa keni mundësi. Dhe tash u bo gjysore, dhe mundemi me fillu me përgatit qoftet. Ja përshini sa mirë, një aromë jashtëzakonisht e mirë, e marim një tavë, dhe i lym pak durt me vaj, për arsye se ma mirë formohen qoftet. Dhe fillojmë me formu qoftet. Qoftet i boni trumbullakta.
më thonë në gjuhën popullore, zakonisht to i thonë gogla. E lyni pak tavën me vaj. Dhe filloni me formu goglat. Goglat duke i formu, duke i lanë këtu në tavë. Furën paraprakisht e dhezni dhe e lëshoni në 250 gradë dhe në maksimum. Dhe këto i pjekoni dykon deri në 20-30 minuta, deri sa të vreni që në 2 anë janë të skuqura. E fundit, i rendisni kështu mirë në tavë, të lyer me vaj. Tani merrni këto, e futni në tavë dhe e pjekoni 20 deri në 30 minuta, deri sa të skuqen në 250 gradë. Shikues të nderuar, tani deri sa të piqen ato, na mundemi me një herë me fillu me përgatit salsën e domateve të cilat ja kthejmë qoftëve pasi që të piqen. E merrni kështu një tigan, i shtoni pak vaj, 2 thelbi hudhër, e veni këtu fillimisht hudrën, edhe borën zakonisht normal në kuzhinë është diçka që faktikisht ashtë jo bëhet pashmangshme letra kuzhine, sidomos nëse përdonit borës, është e butë, tamam si borë. Atëherë i përzini hudrën pak, derisa fillon aroma e hudrës me undi. Zakonisht kur të fërgohet hudra kur nuk guxoni me lonë me u skuq, ose me qepa skuqet, kurse hudra jo. Në momentin që fillon me ndëgjni aromen e hudrës, ajo atëherë duheni me largu ose mishtu përbërësi tjerë, për arsye se momentin që ajo skuqet, e hup edhe shijen e vetën dhe bëhet si e idhë. Prandaj keni kujdes. Dhe tani këto bashku i përzim pak derisa të skuqet qepa. Kësaj mund të ashtjoni edhe 2 deri në 3 gjethe dafine, edhe kur e veni dafine në vaj, i njihet shumë aroma. Dhe këtu e kemi salsën e domateve. E këtim salsën. Në shishtojmë pak cip. Pak piper të zi. Dhe tash si të fillon nga pak me u zi ashtu, e ulni temperaturën dhe e mbuloni dhe e leni kështu pak të zihet në vete derisa të piqen quftet. Tani qoftet janë skuq dhe mundemi me nxjerr me ashtu salsën. Furën e lajmë të ndezur për arsye se duhet me kthy prap, pasi që ta shtojmë salsën duhet me kthy prap në furë. Tani salsa ka vlu. Mirë. Dhe ja shtojmë qofteve. Edhe sa mirë, tava e dheu, më thonë, është në nxehtë, dhe kur ja qetë, si salsën, thjesht, ajo e pranon ashtu duke vluar. Qka është përparësi për këtë tavë, për arsye se skuqet ma mirë. Dhe thash, kjo mjafton kështu. Tava si shtojmë, pak magdanoz të freskët. Nëse nuk keni të freskët, atëherë mundeni me shtu edhe të thatë. Tani, pasi kemi vu magdanozën, atëherë për me
bo kjo ma komplet, ma shishme, ma mirë, atëherë marrim edhe djath mozzarella, but, dhe ashtojmë diku. Dhe këto tani, kështu komplet, e fusim në furrë dhe pjekojmë për 10 minuta. Dhe tava është e gatshme dhe tash mund të nxjerrim prej furrës. Po duket shumë mirë edhe ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Shikues të nderuar, kjo është një tavë që tash ti mundeni me përgatit edhe për familjet e juaja për Ramazan, për arsye se kjo hatë edhe ftoftë është jashtëzakonisht e mirë, për arsye se ka dhe atë lezetin e vetë ftoftë. Dhe janë një tavë shumë e mirë, shumë e lezetshme. Unë ju kisha përshëndet, por unë këtë tavë tani do të dërgoj të Xhere, për arsye se atje vjen një shef shumë i mirë. Prandaj është një surprizë e imja për ta, por për të duke dhe ma e bukur atër do të mbështjell me letër alumini të finos, e cila është në domotive jashtëzakonisht të mira dhe po ashtu e ka të efektin e vetë që të duket bukur dhe mirë dhe higienik. Prandaj unë po e mbuloj dhe po e dërgoj të Xhere. Shikues të nderuar, deri në emisionin e ardhshëm, unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mira.